6 muaj pas takimit të fundit të krerëve të diplomacive të Shqipërisë dhe Greqisë, buzëqeshjet dhe shtrëngimet e duarve para kamerave janë rikthyer në Athinë. Kësaj herë, ministri i jashtëm grek Gjera Petritis ka pritur homologen e re të Shqipërisë, Elisa Spiropali, në një vizitë të shumë komentuar për disa ditë nga mediat greke. Si zakonisht pas mikpritjes, bisedimet nisën fillimisht me një bisedë kokë më kokë në zyrën e kryediplomatit grek dhe vazhduan me konferencën e përbashkët për shtyp, ku Spiropali përveç të tjerave ka dhënë mesazhet e saj sa i përket problemeve dypalçe që kanë të bëjnë me ligjin e luftës, çështjen e pronave, kufirin detar dhe pensionet e shtetasve shqiptar në Greqi. Ky hap do të forconte më tej bashkëpunimin dhe vizionin ton të përbashkët europian, aspektet historike, ligjore dhe pronësore të qytetarëve dhe subjekteve shqiptare në Greqi u trajtuan hapur në kuadër të dialogut konstruktiv dhe bashkëpunimit dypalësh. Shqipëria mbetet po ashtu e përkushtuar për zgjidhjen e çështjeve të lidhura me kufirin, përfshirë dhe delimitimin e hapësirave detare në përputhje me të drejtën ndërkombëtare dhe parimet e marrëdhënieve të fshirësisë së mirë, ku palët janë plotësisht të hapura për dialog konstruktiv. Ne do të vijojmë të udhëhiqemi nga vlerat thelbësore të Bashkimit Evropian, nga respekti për normat e shkallshme integrimi funksional në shoqërinë helene. Pra, me Shqipërinë bashkëpunojmë, patëm rastin të bashkëpunojmë në kuadrin e NATO-s, në kuadrin e organizmave rajonal, një nga çështjet që diskutuam sot ishte zgjerimi, që siç e dim të gjithë është nevoja gjeopolitike e integrimit në Bashkimin Evropian, si në takimin ton të fundit në Vjenë, që takuam në kuadrin e grupit të miqve të Ballkanit Perëndimor, mbështetem rëndësinë për t'i dhënë një dinamik të re perspektivës së Ballkanit Perëndimor. Më herët Spiropali ka takuar dhe presidentin e Greqisë Konstantinos Tasoules, me të cilin ka biseduar për përforcimin e marrëdhënieve dypalçe dhe mbështetjen e Athinës ndaj Tiranës në rrugën e integrimit evropian. Për Top Channel, Selanik, Aleksandër Marku.